Fryerja e këmbëve, shkaqet, trajtimi natyral dhe mjekësor, këshilla të specializuara dhe parandalimi. Çfarë është fryerja e këmbëve? Fryerja e këmbëve, e njohur ndryshe si enjtje ose edem, është një gjendje ku lëngjet grumbullohen në indet e këmbëve, duke shkaktuar zmadhim të dukshëm të tyre. Ky fenomen mund të prekë të dy këmbët, vetëm njërin, ose edhe pjesë të tjera të trupit si kyçet, shputat, madje edhe gishtat të këmbëve. Fryerja mund të jetë e përkohshme dhe e padëmshme, por ndonjëherë është shenjë e një problemi më serioz shëndetësor që kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore. Pse ndodh fryerja e këmbëve? Shkaqet kryesore. 1. Qëndrimi i gjatë në këmbë ose ulur. Kur qëndroni gjatë në një pozicion të vetëm, qoftë ulur apo në këmbë, qarkullimi i gjakut në këmbë ngadalësohet. Kjo shkakton grumbullim të lëngjeve në indet e poshtme të trupit. 2. Mbi pesha dhe shtatzënia, pesha e tepërt ushtron presion mbi venat e këmbëve, duke penguar kthimin normal të gjakut drejt zemrës. Shtatzënia shkakton fryrje për shkak të ndryshimeve hormonale dhe presionit të mitrës mbi venat pelvike. 3. Sëmundjet e zemrës dhe veshkave, insuficienca kardiake ose veshkore bën që trupi të mos arrijë të largojë lëngjet e tepërta, të cilat grumbullohen në këmbë. 4. Sëmundjet e mëlçisë. Ciroza dhe sëmundjet të tjera të mëlçisë ndikojnë në prodhimin e proteinave që mbajnë lëngjet brenda enëve të gjakut, duke favorizuar daljen e tyre në inde. 5. Probleme me venat, insuficienca venoze, variqet. Kur valvulat e venave nuk funksionojnë mirë, gjaku kthehet me vështirësi drejt zemrës dhe mbetet në këmbë, duke shkaktuar fryrje dhe variqe. 6. Medikamentet, disa ilaçe si ato kundër tensionit të lartë, kortikosteroidet, ilaçet hormonale, antidepresantët, etj. Mund të shkaktojnë mbajtje të lëngjeve dhe fryrje të këmbëve. 7. Lëndimet, infeksionet dhe reaksionet alergjike, goditjet, frakturat, plagët, infeksionet bakteriale ose korpudhore. Reaksionet alergjike ndaj piçkimeve ose ushqimeve mund të shkaktojnë fryrje të lokalizuar. 8. Çrregullimet hormonale, menstruacionet, menopauza, përdorimi i pilulave kontraceptive apo çrregullime të tjera hormonale mund të çojnë në grumbullim të lëngjeve. Simptomat që shoqërojnë fryrjen e këmbëve: rritje e dukshme e volumit të këmbës, kyçit ose shputës, ndjesë rëndese ose presioni, vështirësi në lëvizje ose ecje, lëkura bëhet e tendosur, e shndritshme, ndonjëherë me skuqje. Kur shtypni lëkurën, mbetet një gropës, edem me gropëzim, ndjesi nxehtësie ose dhimbje. Sidomos në rast infeksioni ose tromboze, mund të shoqërohet me kruarje. Mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash, kur duhet të shqetësoheni. Shenja alarmi, fryrje e papritur dhe e rënë, sidomos vetëm në një këmbë, dhimbje e fortë, skuqje ose nxehtësi lokale, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje gjoksi ose marrje mendsh, fryrje që nuk largohet pas pushimit ose trajtimit natyral. Plagë që nuk shërohen, lëkurë që ndryshon ngjyrë ose bëhet e fortë. Në këto raste, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore pasi mund të jetë shenja e trombozës venoze të thellë, insuficiencës kardiake, infeksioneve të rënda, etj. Si të lehtësoni fryrjen e këmbëve në kohë rekord? Trajtimet natyrale në shtëpi. 1. Ngritja e këmbëve, shtrihuni dhe vendosni këmbët mbi një jastëk ose mbështetëse, të paktën 15-20 cm mbi nivelin e zemrës. Qëndroni kështu 15-30 minuta, 2-3 herë në ditë. Kjo ndihmon kthimin e gjakut dhe lëngjeve drejt zemrës, duke ulur fryrjen. 2. Masazhi i këmbëve, masazhoni këmbët nga gishti i madh drejt kyçit dhe më lart, me lëvizje të buta rrethore. Mund të përdorni vaj ulliri, vaj livandoje, vaj rozmarine ose kremra të ftohtë. Masazhi përmirëson qarkullimin, ndihmon në largimin e lëngjeve dhe relakson muskujt. 3. Kompresa të ftohta, vendosni një peshqir të lagur me ujë të ftohtë ose akull të mbështjellë në zonën e fryrë për 10-15 minuta. Kjo redukton inflamacionin dhe ndihmon në ngushtimin e enëve të gjakut. 4. Banjot alternuese të këmbëve, zhytni këmbët për 5 minuta në ujë të ngrohtë, pastaj për 1 minutë në ujë të ftohtë. Përsëriteni këtë cikël 3-4 herë. Ky proces stimulon qarkullimin dhe ndihmon në largimin e lëngjeve të tepërta. 5.
Dieta diuretike dhe hidratuese, pini të paktën 8 gota ujë në ditë, konsumoni ushqime që ndihmojnë në nxjerrjen e ujit si kastravec, shalqi, selino, majdanoz, limon, panxar, boronica, rrush, mollë të egra, gështenja të egra. Shmangni kripën e tepërt, ushqimet e përpunuara, pijet me gaz dhe sheqerna të rafinuar. 6. Çajra natyral për fryrjen e këmbëve, çaj hithre. Një nga diuretikët më të fuqishëm natyral, çaj lule radhiqe, ndihmon në eliminimin e lëngjeve dhe toksinave, çaj bishta qershie, përdoret tradicionalisht për fryrjen e këmbëve. Çaj majdanozi ose këputje, shumë efikas për nxjerrjen e ujit të tepërt. 7. Ushtrime të lehta fizike, ecja, noti, ciklizmi, lëvizja e këmbëve lart poshtë, ushtrime të këmbëve në ajër, ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Bëni ushtrime të lehta për kyçet dhe shputat çdo 2-3 orë, sidomos nëse qëndroni gjatë ulur. 8. Veshja e çorapeve kompresive, çorapet kompresive ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të lëngjeve në këmbë. Sidomos nëse keni variqe ose qëndroni gjatë në këmbë, konsultohuni me farmacistin për përzgjedhjen e duhur. 9. Shmangni qëndrimin e gjatë ulur ose në këmbë, çdo 1 orë, ngrihuni dhe ecni pak ose bëni ushtrime të lehta për këmbët. Nëse udhëtoni gjatë, bëni pushime të shkurtra për të lëvizur. 10. Kontrolloni këpucët dhe veshjet, zgjidhni këpucë të rehatshme, jo shumë të ngushta. Shmangni veshjet që shtrëngojnë këmbët ose belin. Dieta e rekomanduar për parandalimin dhe trajtimin e fryrjes së këmbëve. Ushqimet që duhet të konsumoni më shumë: perime të freskëta, kastravec, selino, panxar, brokoli, lakër, spinaq, fruta të pasura me ujë, shalqi, pjepër, rrush, boronica, mollë të egra, limon, bimë aromatike, majdanoz, kopër, rozmarin, drithëra të plota, tërshër, oriz integral, quinoa, arë dhe fara, bajame, arë kokosi, fara kungulli, ujë i bollshëm, të paktën 2 litra në ditë. Ushqimet që duhet të shmangni: kripa dhe ushqimet e kripura, patatina, salamra, djathra të përpunuar, ushqimet e përpunuara dhe të konservuara, pijet me gaz dhe sheqerna të rafinuar, alkooli dhe kafeina në sasi të tepërt, ushqimet me yndyrë të ngopur dhe trans, trajtimi mjekësor i fryrjes së këmbëve. Nëse fryrja është e vazhdueshme, e shoqëruar me simptoma të tjera, ose nuk përmirësohet me trajtime natyrale, duhet të konsultoheni me mjekun. Trajtimi mjekësor mund të përfshijë: 1. Diuretik, ilaçe që nxjerrin ujin, përdoren në rastet kur fryrja është pasojë e sëmundjeve të zemrës, veshkave ose mëlçisë. Përdorimi i tyre duhet të bëhet vetëm me recetë mjeku. 2. Trajtimi i sëmundjes bazë, nëse shkaku është insuficienca kardiake, sëmundjet e veshkave, variqet, diabeti, eti. Trajtimi i këtyre sëmundjeve është thelbësor për të kontrolluar fryrjen. 3. Ndërhyrje kirurgjikale në rastet e variqeve të avancuara ose trombozës. Mund të nevojiten procedura kirurgjikale ose ndërhyrje të tjera të specializuara. 4. Fizioterapi dhe rehabilitim. Fizioterapisti mund të rekomandojë ushtrime të personalizuara për të përmirësuar qarkullimin dhe për të ulur fryrjen. Këshilla shtesë nga specialistët: mbani një ditar të simptomave, shënoni kur shfaqet fryrja, sa zgjat, çfarë e përkeqëson ose e përmirëson, kontrolloni peshën trupore rregullisht. Rritja e papritur e peshës mund të tregojë grumbullim të lëngjeve. Mbani këmbët të pastra dhe të hidratuara, lani këmbët çdo ditë, aplikoni krem hidratues për të parandaluar çarjet dhe infeksionet. Shmangni duhanin. Duhani dëmton enët e gjakut dhe përkeqëson qarkullimin. Kujdes me medikamentet. Nëse merrni ilaçe që mund të shkaktojnë fryrje, konsultohuni me mjekun për alternativa. Fryrja e këmbëve të moshuarit dhe grath shtatzëna të moshuarit janë më të rrezikuar për shkak të problemeve me zemrën, venat, veshkat dhe lëvizshmërisë së kufizuar. Kujdes i veçantë për infeksionet, plagët dhe variqet. Grath shtatzëna. Fryrja është e zakonshme në tremujorin e tretë për shkak të presionit të mitrës dhe ndryshimeve hormonale. Konsultohuni me mjekun nëse fryrja është e papritur, shumë e madhe, ose shoqërohet me dhimbje koke, shikim të turbullt, dhimbje barku, shenja të preeklampsisë.
Fryerja e këmbëve të sportistët dhe personat aktiv shkaktohet shpesh nga lodhja muskulore, dëmtimet, përdorimi i tepërt i këmbëve ose dehidratimi, pushimi, kompresat e ftohta, masazhi dhe hidratimi janë trajtimet më të mira. Pyetje të shpeshta, faqe, a është fryerja e këmbëve gjithmonë shenjë e një sëmundjeje të rrezikshme? Jo, shpesh është pasojë e lodhjes, qëndrimit të gjatë ose konsumit të tepërt të kripës. Por nëse është e vazhdueshme ose shoqërohet me simptoma të tjera, duhet të konsultoheni me mjekun. A mund të përdor diuretik natyral pa recetë? Po, shumë çajra dhe ushqime kanë efekt diuretik. Por nëse keni sëmundje kronike ose merrni ilaçe, konsultohuni me mjekun përpara përdorimit të tyre. Sa kohë duhet për të kaluar fryerja e këmbëve? Nëse është e lehtë dhe pa shkak serioz, mund të përmirësohet brenda 1-2 ditësh me trajtim natyral. Në rastet kronike, kërkon trajtim të vazhdueshëm dhe ndjekje mjekësore. Fryerja e këmbëve është një problem i zakonshëm, por që mund të ketë shkaqe të ndryshme, nga lodhja dhe qëndrimi i gjatë, deri te sëmundje serioze të zemrës, veshkave ose venave. Trajtimi natyral në shtëpi është shumë efektiv në shumicën e rasteve të lehta, por është thelbësore të jeni të vëmendshëm ndaj shenjave të rrezikut. Nëse keni dyshime, mos hezitoni të kërkoni ndihmë mjekësore për të përcaktuar shkakun dhe për të marrë trajtimin e duhur. Kujdesuni për veten, lëvizni, ushqeni shëndetshëm dhe mbani nën kontroll shëndetin tuaj.